vitin jubilar. Po pra si që përmendë edhe më herë, si që duket vitin e ardhshëm, viti jubilar na vije me shumë të reja, me çmime të reja. Mund zbulojmë pak a shumë ndonjë detaj, apo mbetet të shihet vitin e ardhshëm, edicionin e 10 me radhë? Po, normalisht, ne do mundohemi që të kemi, të kërkojmë diçka më shumë, do të thënë të kemi edhe më shumë çmime, pa pse jo edhe më shumë shfaqje, duke kaluar edhe këtë që kemi Klashnet, do të thonë që do 10, se është vjet jubilar, është edicioni i 10, se mos kemi 10 shfaqje, se mos kemi 10 çmime. Do mundohemi me këtë koncept, do të them, me këtë koncept do i futemi konkursit, tash kur është mundi 11 të martit, konkursit për vitin e ardhshëm, domethënë do futemi me këtë ide, me këtë koncept që të marrim më shumë mjete, normalisht për të bërë edhe më shumë punë, edhe më shumë për të sjellë edhe më shumë shfaqje, për të ndarë edhe më shumë çmime, po pse jo për të pasur edhe më shumë publik.